Një polic serb e 15 persona të tjerë janë arrestuar nga policia gjatë aksionit kundër kontrabandimit me armë e municion që u zhvillua në 21 lokacione në së paku 5 komuna në veri e jug. Objektet të cilat u bastesën për disa orë me radhë janë në pronësi private e në mesin e të cilave edhe një klub nate në hyrje të Mitrovicës. Sipas njoftimit të përbashkët që kanë lëshuar policia dhe prokuroria në Mitrovic, pas intervistimit, masa e ndalimit për 48 orë u është caktuar 13 të dyshuarve prej 16 sa janë arrestuar gjithsej. Këto institucione listuan edhe dëshmit që janë sekuestruar si dhe numruan veprat penale me të cilat janë ngarkuar të dyshuarit. Nga ky operacion policor janë shoqëruar në polici gjithsej 16 persona, lidhur me dyshimin e kryerjes së veprave penale, detyrim, si dhe importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitje e paautorizuare e armëve apo materieve plasëse. Si dëshmi materiale gjatë kontrollit janë sekuestruar 9 armë zjarri, 200 fishek, municione të ndryshme, 15 telefona mobil, 2 palpranga, thik, tyta të armës, fatrolla për armë dhe një DVR. Përveç në Mitrovic të Jugut, Skënderaj e Vushtre, aksioni i policisë është shtrirë edhe në 4 lokacione në veri, 2 prej të cilave në Mitrovic të Veriut, një në Zveçan dhe në një tjetër në Leposaveç. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, bëri të ditur se i është shqiptuar masa e suspendimit të zyrtarit policor që është arrestuar. Kemi një person të arrestuar, ajo është zyrtar policor, cilin unë e kam suspendu, sipas drejta dhe përgjegjësive që unë i kam, obligimeve. Për mua është me rëndësi që ajo është i dyshimt në rastin e krimit organizuar i cili është duke u hetuar dhe për këtë arsye ajo është suspendu, sepse ajo është arrestuar. Sipas Elshanit, aksioni në komunat veriore është zhvilluar pa ndonjë incident.